نحمدك يا الله حق حمدك ونشكرك يا ربي حق شكرك حمدا وشكرا نستلذ به رحمتك يا عزيز يا الله. الحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله عند كل حال والحمد لله بعد كل حال. الحمد لله عدد أوراق الأشجار والحمد لله عدد قطرة الأمطار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد قائد الأولين والآخرين طبيب قلوبنا وشفيع صدورنا وقرة أعيننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، أدى الأمانة ونصح الأمة وأصاها الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وبعد. حمد falënderimet tona për zemërta I takojnë të madhit Allah dhul Gjelal. Allahun e falenderojmë të I të madhit Zot dhul Gjelal ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj unë bashku me ju se nuk meriton të adhuruar dhe të përkullur as kush tjetër përveç të madhit Zot dhul Gjelal. E falenderojmë pajandan që na udhëzojnë në rrugën e drejtë, e falenderojmë pajandan që na bëri pjesëtar të ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, e falenderojmë pajandan sepse meriton të falenderohet. Salavatet dhe selamet tona më të sinqerta dhe të ngrohta nga zemra I dërgojmë në adresën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, shpirtit më të pastër në rrezullin toksor, I cili e këshilloi ummetin e tij në këshillën më të bukur, më të ëmbël. E kryti amanetin e tij ashtu siç Allahu urdhëroi atë. Luftoi dhe veproi në dinin e Allahut te bareke ve teala derisa erdhëtia. Dhe lezër të ndërua, jemi në zinxhirt e temave tona të cilat kemi fillu që sa javë me radhë. Është java e 7 me radhë dhe dersi I 7 me radhë, në të cilën kemi fillua për jetën e amshueshme, apo të themi kemi fillu dersin e parë prej agonisë së vdekjes dhe kemi thënë se do të mbaroje inshallah taala në xhenet dhe më mirë se xheneti, apo në xhenem dhe më keq se xhenemi, dhe lutim Allahun dhul Gjelal që të na mbrojë nga zjarri I tij Rabbul Alamin. Nderuari dhe I respektuari xhamat, kemi folë në derset e kaluara rreth agonisë së vdekjes, kemi folë se si e përjeton besimtari kalimin e kësaj bote në botën e amshueshme, kemi folë se si jo besimtari e përjeton dhimbjen e kalimit për kësaj bote në botën e amshueshme, kemi folë atë se çfarë e pret jo besimtari në varr dhe çka e pret besimtari në varr, kemi folë rreth asaj se varri ose do të jetë kopsht për kopshteve të xhenetit, ose grop për gropave të xhenemit. Kemi folë atë se si do të llogaritet besimtari dhe si jo besimtari. Kemi arrit me derset tona
shumë 0% me diturinë Allahu dhul Gjelal, që e zbritit e Muhamedi alayhi salatu wassalam, kemi ardhur deri te ringjallja. Të gjithë e dim masi që të vinë shenjat e mëdha të kiametit dhe vije momenti i fundit për të dalë prej varrezave dhe vije fundi të gjitha krijesave, atëherë pritet ringjallja. Kejfe takfuruna billah, Allahu dhul Gjelal ju drejtohet njerëzve, si po e mohoni Allahu dhul Gjelal. Me çfarë guximi dhe me çfarë argumenti po e mohoni të madhin Allahu dhul Gjelal. Kuntum amwata, keni qenë të vdekur. A ka qenë dhe një prej nesh para 100 vite gjallë? Jo. Para 1000 viteve a ka qenë dikur gjallë? Jo. Kuntum amwata, keni qenë të vdekur. Fa ahyakum, Allahu ju ka bërë që të jeni të gjallë. Thumma yumitukum, pastaj do të vdesni përsëri. Pastaj do të kaloni prej kësaj jete. Thumma yuhyikum, pastaj do të ringjalleni. Thumma ilayna turja'un, e pastaj ta Allahu dhul Gjelal do të ktheheni. E neve për krejt këtë ajetin që ka të bëjnë me këtë ajet më herët, nuk do të flasim sot, në për këti ajetit do të marrum thumë ilejna turja'un. Allahu dhul Gjelal në ajetin kuranor në drejtohet dhe thëtë: Wa nufikha fis-sur, fa idha hum min al-ajdathi në momentin kur të vije që Israfili alayhi salatu wassalam të fryje surit, buris dhe të vdesin krejt krijesat e Allahu dhul Gjelal. Në momentin kur e urdhron Allahu dhul Gjelal Israfilin që të fryje surit dhe të vdesin të gjitha krijesat, në këtë moment Allahu dhul Gjelal, pasi që të jesin edhe disa pej melaikeve të mëdha, Gjibrili, Israfili, Azraili, Mikaili dhe Hamelatul Arsh dhe bardhësit e arshit, Allahu dhul Gjelal e pyet Israfilin, e pyet Azrailin dhe i thëto Azrail: a ka mbet ende dikush gjallë? Të të poja Allah, ka mbet une? Azraili që i me shpirtat, ka mbet une, Gjibrili, Mikaili edhe Israfili. Këta kanë mbet. Edhe bardhësit e arshit, Allahu dhul Gjelal i thët: merja Gjibrilit shpirtin, ja merë Gjibrilit. Merja dhe Israfilit, ja merë dhe Israfilit. Merja dhe Mikailit shpirtin, ja merë dhe Mikailit. A ka mbet dikush o Azrail? Thëto Allah, ka mbet une. Edhe bardhësit e arshit, thët merja o bardhësve të arshit shpirtin. O Azrail, a ka mbet dikush? A ka mbet dikush gjallë? Subhaneke ja Allah, subhanek. Jo, sot. Jo, Allah kriju si gjësis nuk ka mbet askush tjetër përveç meje dhe teje. Mutja Izrail, merja shpirtin me teje. Kjo është momenti më kritik. Momenti kur njerëzit do të përjetojnë të gjithë, i madh dhe i vogël. Kryetar dhe rrogtar, i varfër dhe pasunik, i zi dhe i barë, të gjithë do të përjetojnë këtë moment, kur Azraili, vjen momenti që dhe Azraili të dërzoj shpirtin e durë të Allahu dhul Gjelal. Allahu dhul Gjelal në këtë moment prapër i gjallë dhe i thëtë: o Azrail. E gjallë Azraili dhe thëtë: tani Israfili do t'i fryjë surit edhe njëherë për të ringjallë të gjitha krijesat dhe ne e lexuam një ajet kuranor dhe thëtë: wa nufikha fis-sur fa idha hum
thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Satamutuna kama tanamun wa satub'athuna kama tastayqidhun." Keni me vdek sikur që po fleni në gjumë, dhe keni morin gjallë sikur që po zgjoheni nga gjumi. Në këtë moment tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se vjen një shi prej qiellit në formë të farës së njeriu dhe binte të gjitha krijesat. Min ajbi dhalal, nga boshti fundi, boshtit kurizor, binte të gjitha krijesat. Dëgjoni vëllezër të nderuar fjalën që unë dhe ti kemi me thonë. Dëgjoni fjalën të cilën kanë me thonë të gjitha krijesat kur dalin prej vorreve, ja wailana, mirë për ne. Man ba'athana min marqadina hadha, ku për ne, kush na zgjoi prej këtij gjumi? Mirë ke. Ai që ka vdekë që 1000 vite, ai që 2000 vite, ai që 3000 vite, edhe Firauni që sa vite në vorrin e tij që e ka pas dënim të xhenemit, e ka përjetu xhenemin, ja wailana man ba'athana min marqadina hadha, ku për neve, kush na zgjoi nga ky vend i rahatshëm? Kush na zgjoi prej këtij xhenemit që ka qenë në varr? Hadha, atëherë ju përgjigjet Allahu dhul Jalal, hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo që Allahu dhul Jalal e ka premtuar dhe ka thonë, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, kiameti dita e gjykimit do të vijë. Unë ndoshta pak e kumbotë, huj për juve kam fsheh, që jo të gjithë ta kuptoj për më njëherë. Dhe jo askush prej krijesave ka di se kur do të vijë, po kjo do të vijë. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar, dhe kiameti nuk ka më larg se sa i qet dhe i mbyll syt. Se sa i hap dhe i mbyll syt, nuk ka më larg. Dhe ne po e shohim që në përmendjet tona, në televisat tona dhe gazetat tona po e shohim për çdo ditë njerëzit flasin për Imam Mehdiun, e folin për atë për këtë. Dhe të gjitha këto të cilat i shkruajnë të tjerët për Islamin janë të pavërteta. Imam Mehdiu nuk është e vërtetë që është në shekullin e 9 do të dalë sot. Imam Mehdiu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të lindë imami i cili ka emrin Mehdi, rrjedh nga familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo nga Huseni, po nga Hasani, djemtë të Aliut radiallahu ta'ala anhu, dhe do të dalin para ditës së gjykimit të thrasin njerëzit në rrugën e drejtë. Dhe ne të kalojmë të dersin. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo të cilën Allahu ju ka premtuar juve, wa sadaqa al-mursalun, dhe të dërguarit e mi e kanë qunëve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka këshilluar umetin e tij se dita e fundit do të vijë. Të gjithë ulemajat të cilët janë trashëgimtarë të pejgamberit alayhi salam i kanë treguar xhamatit dhe popullit se dita e fundit do të vijë, ringjallja do të vijë, dhe ky moment i vështirë kur djerset e njerëzve do të jenë të disave deri në zonjë e kamve, disa të tjerëve deri në gjunjë e kamve, disa deri në belin e tyre, disa deri në fytin e tyre, dhe disa të tjerë do të hynë, do të futen në njerëz të tyre, do të fundosen. Ky moment kritik do të kalon vetë në përta. Po vëllezër të nderuar, Allahu dhul Jalal po i tregon Muhamedit alayhi salatu wassalam për këtë moment. Dhe po i thot në ajetin kuranor, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ditën kur ik njëri prej tjetrit, ik hoxha prej xhamatit, ik xhamati prej hoxhës, ik vllau prej vllaut, ik e vllauti prej nanës, ik nana prej e vllautit, ik bashorti prej bashortës, edhe ik bashortja prej bashortit, të gjithë ikun, li kulli mri'in yawma idhin sha'nu yughni. Çdo njeri prej atyre e ka problemin dhe telashin e vet. Çdo njeri prej tyre do të thotë nefsi, vetvetja ime më mjafton. Në atë ditë kur nuk do ta njeh askush asken, në atë ditë kur do të ringjallemi të gjithë pa rrobat tona të zhveshur në zbat, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, o pejgamber, ja ba'duna ba'da, e shohum njëri tjetrin të zhveshur, thotoi Aisha mos ki der fare se ajo ditë është më rrezikshme, ajo ditë është më trishtueshme se sa me pa njëri tjetrin pa rrobat e tij. Në atë ditë nuk i shkon mendja askujna që ta sheh njëri tjetrin ta shiqoj në avretin e tij, por ajo ditë të gjithë e presin librin e tij se çka ka përgatitur për Allah.
Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ditën kur do t'ik njëri prej tjetrit. Ditën kur nuk do të afrohet i afërmi me të afërmin. Në ditën kur nuk do ta njeh asnjëri tjetrin. Yawma naj'alu al-wildana shiba. Ditën kur të rinjët do të zbardhen. Ditën kur të rinjët kanë vdek të rinj. Flokët e tyre kanë qenë të zeza do të zbardhen. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Në ditën kur do të jetë e gjatë 50,000 vjet. Në ditën kur do të jetë dita e gjatë 50,000 vjet dhe për besimtarët të sinqertë do të kalojnë si pej kohës drekës deri në kohën e ikindis. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qalu sawaba. Ditën kur do të del Gjibrili me melajket safa të rënditur, asnjë nuk fol asnjë fjalë përveç atë që urdhron Allahu dhul jalal. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditën kur mbyllen gojat tona, flasin durët tona, fol lëkura jon, flasin syt ton, flasin vesh ton, fol koka jon dhe flasin këmbët tona. Në atë ditë ne do ta përjetojmë të gjithë vëllezër të nderuar. Wa yawma yaqumu as-sa'atu yuqsamu al-mujrimun. Në ditën kur do të vijë dita e gjykimit, dita e ringjalljes, dita kur dalin njerëzit prej borëve të tyre, në atë ditë betohen njerëzit kriminalët dhe vetës e tyre, dhe krimi më i madh dhe terroristi më i madh në rruzullin toksor është ai njeri i cili nuk e njeh Allahun te bareke ve teala. A ka kriminal më i madh? A ka njeri krijes më krim që ka bënë ndaj vetvetes se sa ai që nuk e njeh të madhin Allah dhul jalal dhe nuk i bën sejdë Allah dhul jalal. Mundet me qenë njeriu kriminal me vrarë të tjetrin, kurse ai që e vran vetveten, ajo krimi më i madh i cili ndodh sot në Kosovën tonë, në të lirë në thojza. Rastet të mëdha, mospajtime të mëdha, traditë e cila s'ka qenë asnjëherë në popullin tonë. Sot e kemi zonë venin e parë. Në këtë ditë të gjithë do ta kuptojnë atë që e kanë përgatitur. Do ta shohin të gjithë atë që e kanë përgatitur për botën e anshushme. Vëllezër të nderuar, dita e ringjalljes është hak dhe e vërtetë që Allahu dhul jalal na ka njoftuar për të në Kur'anin famëlar. Pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar për të në hadithe të shumta. Muhamedi alayhis salam dhe ka thonë, do të ringjallet njeriu ashtu siç ka vdekaj. Do të ringjallet njeriu në atë formë që ka vdekaj. Para mendojë vllai dashur, ai njeri që ka qenë i behur do të ringjallet i behur. Ai njeri me alkohol do të ringjallet me shishën e alkoholit në dorë. Ai njeri me korrupsion do të ringjallet me korrupsion në dorë. Ai njeri zinaqar do të ringjallet i bashkuar me atë lavirën të cilën është afruar për sajna. Ai njeri hajdut do të ringjallet me dorën duke shtrinë për xhepat të tjerëve. Ai njeri me amoral do të ringjallet me amoralitet. Ai njeriu i drejtë do të ringjallet i drejtë. Njeriu fetar do të ringjallet fetar. Prisi, zullumçar do të ringjallet zullumçar. Gjaku i njeriu të pafajshëm do të dalë, do të ringjallet njeriu dërmras me gjakun e njeriu të pafajshëm. Gjaku i dëshmorëve që ka derë për këtë vend troje tona dhe për krejt botën anë kanë, të cilët e kanë pru lirinë atij vendit dhe askush nuk ja u din atyre, do të ringjallen me gjakun e tyre. Prisat të drejtë do të ringjallen me idetë e tyre dhe me këshillat e tyre. Xhamati pas kohë namaz do të ringjallet me namazin e tij. Ai në sejdë do të ringjallet në sejdën e tij. Ai në ruku do të ringjallet në rukun e tij. Ai në xhami do të ringjallet në xhami. Ai i cili mirët me përgojim do të ringjallet me përgojim. Ai i cili mirët me thashë theme do të ringjallet me thashë theme dhe do të hyjë në xhenem me thashë theme. Ai i cili e ka pas gjuhën e tij të lagur me dhikrin e Allahut do të ringjallet me dhikrin e Allahut te bareke ve teala. Ai i cili jeta e tij ka qenë për Allahun ul jalal do të ringjallet me Allahun ul jalal. Ai i cili e ka dashur Muhamedit alayhis salam yuhsharu al-mar'u ma man ahad. Allahu do të ringjall njerëzit me atë që e ka dhënë. Ai i cili e ka dhënë pasurinë e madhe dhe nuk ka dhënë për hir të Allahut do të ringjallet me pasurinë e tij. Zullumçari me zullumin e tij. I dashuri Muhamedit alayhis salam me të dashurin e tij. Sahabët me pejgamberin alayhis salam, dëshmorët me dëshmorët.
sinqert me njerëzit të sinqert. Pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka shku një ditë sahabiu dhe I ka thonë ja Rasulullah, es'aluka murafaqatuk fil janna. Ka thonë o Rasulullah, kam qef me kon me ty në xhenet. Kam qef me kon afër me ty në xhenet. S'du me kon larg teje. Nuk muj me qenë larg teje. Na kem qef me ndërtu shtëpinë tonë ku është një njeri funksional, apo? Kemi të dëshirë me ndërtu shtëpinë tonë të një njeri që është I njohur në popull, apo? Që ka pozitë. A nuk kemi dëshirë me pas shtëpinë tonë për afër pejgamberit alayhis salatu wassalam? A nuk ka dëshira jo? Pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka thonë këtina, yuhsharu al-mar'u ma'a man ahab. Allahu do të rinjallë njeriu me atë që e ka deshtë më shumë. Allahu do të rinjallë njeriu me atë që e ka deshtë më shumë. Me atë që e ka deshtë xhamin do të rinjallë në xhami. Me atë që e ka deshtë vllaun do të rinjallë në vllaun që e ka deshtë. Për ata ka thonë te bareke ve taala Muhamedi alayhis salatu wassalam, vëllezërit të cilët duhet jami me tjetrin në ditën e gjykimit do të jenë së bashku. Kurse ata të cilët e kanë deshtë jami tjetrin për interesat e kësaj bote, ata do të jenë armiqt më të mëdhenj të njëri tjetrit. Ju kisha lutur ofroni edhe më afër vëllezër të tuaj. Kanë vetë për vëllezërve të ju jashtë. Ofroni edhe më afër, mos I lëni vëllezërit e juaj të jesin jashtë. Lotësoni vendet e juaja, mos lëni vend zbrasë, mos lëni, mos toleroni që dikush të kalojë supët e juaja. Ofroni, Allahu ju nderoft ya rabbel alamin. Vëllezër të nderuar, në momentin kur të gjitha krijesat do të dalin nga varri I tyre, dhe në momentin kur të shkojnë njerëzit të gjithë pejgamberët me radhë, të Ademi alayhis salatu wassalam, të Jusufi alayhis salatu wassalam, Ibrahimi alayhis salatu wassalam, Musa alayhis salatu wassalam, Isa o Ibrahimi dhe të gjithë pejgamberët, dhe të shkojnë të kërkojnë atyre një ndihmë të ndërmjetësojnë të Allahu dhul Jalal. Dhe këtë e kemi cekë, ndoshta edhe më herët, se do të refuzojnë të gjithë pejgamberët, do të shkojnë te Ibrahimi dhe thot Ibrahimi, jo kurse si s'muj mi ju ndihmu juve, sepse unë kam gënjy 3 herë. Ibrahimi alayhis salam kam gënjy, jo vallahi Ibrahimi alayhis salam. Pejgamberët Allahu dhul Jalal nuk gënjejnë, po e ka qujt atë që e ka bë për dinin Islam, e ka qujt ndoshta edhe gënjeshtër, vetëm për ta ngrit dinin Allahu dhul Jalal. Dhe si gënjeshtër që e quajnë të tjerët dhe kurse si, kjo është një strategji Ibrahimit alayhis salam, në ditën kur I ka thy idhuj e atij vendit, ka thonë I ka thy I malli prej tyre. Ja ka kthy shpinën për idhullit më të madh të atij vendit dhe ka thonë I malli I tyre dhe të gjithë kanë menduar se ky I malli, guri I madh që ja ka lënë, që kiqin në dorë tu I ka thy të tjerët, e ka pas Ibrahimi alayhis salam për qëllim I malli kisht I ka thy për tyre. Pastaj Ibrahimi alayhis salam gjithashtu kur ka qenë me gruan e tij, ka shkuar duke u thu kanë pas me marr gruan e Ibrahimit se ka qenë e bukur, kanë pas me marr tralltarët asaj kohe, ka thonë kjo është motra ime. Edhe këtë e ka qujt, kur dojsh me shpëtua për armikut, lejohet me gënjye për me shpëtu për armikut, jo fise me lila me shku mu borë rëftari armikut. Në emën të Allahut më shku me I tregu armikut për sekretet e ushtrisë tande, jo kurse si, po duhet me gënjye atë deri maksimum. Ibrahimi e ka qujt edhe këtë gënjeshtër, dhe e treta kur e ka thirr Ibrahimin, ka dëshiruar që ti thej të gjithë idhujt të cilët I kanë besuar për jashtë Allahu dhul Jalal, ka thonë kështu Ibrahimi, inni saqim, unë jam I sëmuar, nuk moj me arme ju. Këtë e ka qujt, tradhi dhe e ka qujt gënjeshtër. Pashtu Ademi alayhis salam, edhe pse jetët na bojnë të dijshme se Ademin e ka kriju Allahu dhul Jalal të jetojnë në tokë dhe të jetë me këmbë si ti në tokë, Ademi alayhis salam thotë jo, në nuk muj më ndihmu juve, sepse kam hapur për një mollë e cila nuk më lejohet mu të hapër